Sot në ambientet e medreses Isabeu, paralelje vajzave në Gostivar, u mbajtën një sër aktivitetesh me rastin e ditës së hapur, ku mirëpritën me ngrohtësi semi-maturantët e shkollave në komunën e Gostivarit dhe Vrapçishtit, së bashku me prindërit, mësimdhënësit dhe përfaqësuesit e institucioneve arsimore. Dita e hapur kishte për qëllim t'ju ofrojë të rinjve një pasqyrë të qartë për jetën shkollore, mundësitë arsimore dhe vlerat që kultivohen brenda këtij institucioni. Gjatë aktivitetit, nxënësit e medreses prezantuan përmes demonstrimeve praktike njohuri që kanë fituar në fushat shkencore, fetare, kulturore dhe artistike. Me përkushtim dhe entuziazëm, ato treguan që medreseja nuk është vetëm vend dijeje, por edhe një hapësirë ku rritet karakteri, besimi dhe ndjenja e përgjegjësisë. Sëmundja e sheqerit vinte sipas çrregullimit të pankreasit, i cili nuk e prodhonte hormonin e quajtur insulin. Ndërsa insulina ishte tërhyrëse e sheqerit në mërqi, në muskuj dhe në indin yndyror. Në ndërkohë, pankreasi ishte gjendra e dytë më e madhe në sistemin e organizmit ton, ku kishte një pozitë horizontale. Dhe pastaj kishim insulinën, në cila ishte një hormon i cili i thoshte qelizave tona, që ta marrin glukozën nga gjaku dhe ta përdorin për energji ose ta ruajnë për përdorim më të mëvonshëm. Mund të vazhdojmë edhe me matjen e sheqerit nëse dëshironi. Assalamu alaikum, ne sot e kemi eksperimentin në lëndën e kimisë që është pasta e elefantit që ka për qëllim të tregoj katalizatorin. Katalizatorët përndryshe kanë për shërbejnë për rritjen e reaksionit kimik, që sot e kemi krahasimin e katalizatorëve biologjik dhe kimik. Si biokatalizatori kemi mëlçin, kurse si katalizatorët kimik e kemi jodurin e kaliumit. Biokatalizatorët janë proteina komplekse të prodhuara nga gjallësat, kurse katalizatorët kimik janë molekulat të thjeshta nga inorganike, që të dyjat e kanë rolin të katalizatorit. Këtu nxënësit përgatiten jo vetëm për të qenë të suksesshme në aspektin akademik, por edhe për të qenë shembull në shoqëri, me dinjitet, devotshmëri dhe vizion. Në dispozicion të tyre janë kabinete moderne për lëndë shkencore, biblioteka digjitale, platforma interaktive si dhe projekti, tablet për çdo nxënëse, i cili u jep mundësi të barabarta për zhvillim dhe akses të lehtësuar në dije. Kështu deklaroi koordinatori i medresesë së Gostivarit, Afrim Alia. Sot nuk po prezantojmë vetëm një institucion arsimor, sot po ju hapim dyert të një vendi ku çdo mësim jepet me zemër, çdo vlerë përcillet me dashuri, çdo vajzë rritet me kujdes, si një amanet i shenjtë që na është besuar. Këtu në këto hapësira të shenjës së dijes, ne kemi ndërtuar faktikisht klasa moderne, të digitalizuara, ku çdo nxënëse në fillim të vitit shkollor pajiset me një tablet personal dhe me mësime dhe kushte bashkohore që i ofron kjo shkollë jona. Gjithashtu kemi kabinete shkencore që nisen nga kurreshqja dhe logjika, definitivisht. Dhe mbi të gjitha kemi një staf i përkushtuar që udhëhec nxënësit me butësinë e një prindi dhe me urtësinë e një mentori. Ne në medrese nuk edukojmë vetëm për provime, për nota, por për jetë. Ashtu si thot i famshmi Gazaliu, dija pa edukat është dritë pa drejtim. Prandaj ne synojmë të frymëzojmë ose të formojmë vajza të ditura, të ndershme dhe të devotshme, që nesër të jenë nëna, mësuese, mjeke, udhëhecëse të shoqërisë me moral të pastër dhe me mendje të hapur. Rëndësinë e edukimit të vajzave dhe përgatitjen e tyre për sfidat e kohës në përputhje me vlerat kombëtare dhe fetare, i ritheksu edhe përfaqësuesi i muftinisë së Gostivarit Mallzim Zendeli, i cili përgëzoi themeluesit e kësaj vatre të dijes në Gostivar. Muftinia e Gostivarit, nga fillimi i saj, si iniciatore kryesore në vitin 2008, pikrish nga Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetahu, e hudhi gurin e parë në institucionalizimin dhe rregullimin që medreseja Isabeu të ketë bazën e saj edhe në qytetin e Gostivarit. Andaj, falënderimi i parë për reisin ton të nderuar Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetahun, ju kisha lutur një duar trokitje të ngrohtë dhe të përzemër. E dyta është duar trokitje ngrohtë dhe përzemër për njeriun i cili në vazhdimsi për krahën çdo iniciativë
të medreses, sepse ajo është e jona, ajo është e juaja dhe nga këtu buron çdo gjë e cila është morale, e vlerëshme e mirë. Ai pra është muftiu i Gostivarit, Haxhi Sabahuddin Efendi Zendeli. Në fund të ngjarjes, mysafirët patën mundësi të vizitojnë hapësirat e shkollës, bibliotekën digjitale, kabinetet moderne dhe të njihen nga afër me projektet edukative që realizohen brenda medreses. Kjo ditë e hapur la përshtypje të jashtëzakonshme dhe një mesazh të qartë. Medreseja Isa Beu, paralelje e vajzave në Gostivar, është një dritare e sigurt drejt diturisë, etikës dhe suksesit.